Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi kështu së bashku si çdo natë dhe sonte në kuadër të emisionit Dritarja e Agjëruesit. Edhe sot do t'ju mirpresim që të na telefononi si zakonisht për të bërë pyetje, ndërsa me ne në studio sonte është Hoxh Lokman Hoxha. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën bjar. Atëherë Hoxh, sonte do të flasim pak për natën e Kadrit, derisa do të presim telefonuesit që të na inkuadrohen. Na thuaj pse është më e vlefshme se 1 muaj? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam e pejgamberit i dërgojmë. Allahu te barek ve taala ka cilësuar këtë natë Lejletul Qadri khairun min alf shahr, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Edhe dietarët e kanë shpjeguar që kjo 1000 nuk është se është fundi i numrave, por është prej numrave më të mëdhenj që janë emërtuar me një emër tek arabët dhe është përmendur si numri më i madh, po mbi këtë më e mirë se 1000 muaj. Do të thonë edhe po të ishte ai numri më i madh që ka ekzistuar, prap nata e Kadrit do të ishte më e madhe, për arsye se në këtë natë Allahu i Lartësuar ka zbritur Kur'anin, ka zbritur udhëzimin për njerëzimin deri në ditën e fundit, dhe sigurisht kjo natë ka vlerën e madhe, edhe në aspektin tjetër se përcaktohen fatet për një vit, përveç përcaktimit fillestar në krijimin e botës, por kjo natë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka nxitur për me lyp, për me ndjek, për me prit në 10 netët e fundit Ramazanit, në veçanti netët tek. E më në veçanti, domethënë është përcjellur prej historikut të ummetit, se në përgjithësi ummeti janë të fokusuar te nata e 27. Për këtë ka mandej edhe disa betime të sahabëve, disa interpretime të dietarëve të mëdhenj, nuk ka ndonjë citat. Pra është e pritshme që ne po e jetojmë sonte natën e Kadrit. Shpresojmë bojar që Allahu nuk e shgënjen ummetin, të cilët krejt janë duke e prit këtë natë, i kanë ngrit duart drejt qiellit, e kanë ulur ballin në tokë, duke shpresu faljen e Zotit, mëshirën e Zotit, edhe me ndjet tamam atë selamin, paqen që Allah e përshkruan në Kur'an, selamun hiya hatta matla'il fajr. Ajo natë pra është paqë deri në agim. Pse është paqë? Se këtë natë përveç që Allahu zbret në qiellin e kësaj bote me i pa robërit e vet prej së afërmi, zbresin edhe melekët, dhe bashkë me melekët zbret udhëheci melekëve, Xhibrili alayhis salam, të cilin Zoti i Madhnuar ka dallu prej melekëve tjerë me udhëzime, me obligime të veçanta për raste shumë specifike, e ndërto është dërgimi i shpalljes së pejgamberëve. Po me ndërprerjen e shpalljes së fundit, Xhibrili nuk ka çka me sill shpallje, por Zoti i Madhnuar për nder këtij ummetit ja mundsoi me vizitu çdo vit në Ramazan, pra në natën e Kadrit, e kjo është shumë madhështore. Dhe kjo çka do të thotë për besimtarët? A është mundësi e veçantë për një lidhje, për një forcim të lidhjes me Allahun? Gjithsesi, nata e Kadrit është një natë që duhet me reflektu shumë në shpirtat tonë. Edhe për me ndje natën e Kadrit dhe për me përfitu prej saj, dhe lutja më madhështore që na është mësuar nga i dërguari Allahut me bën këtë natë është me kërku faljen e Allahut. E për me kërku faljen e Allahut, duhet edhe me meritu faljen e Allahut. E për mja lehtësu vetës edhe ma shumë me meritu faljen e Allahut, duhet na me falj mas pari. Qatë selamun hiya hatta matla'il fajr. Do të thënë, paqja është në hapësirë, në horizonte, ama le të jetë paqja edhe në shpirtat tonë. Nëse ne kemi paqen në shpirtat tonë, edhe kjo paqja sinkronizohet me paqen e gjithësisë, me emrin e Allahut që është selam, që është paqja, atëherë e bim çashtu punën, nëse më me thon figurativisht, që nata e Kadrit me na lyp neve, jo na me lyp ata. Që mos me na huq, kur vjen nata e Kadrit, mos me huq, sikur ka thonë, tregohet për Harun ar-Rashidin, kur ju ka shtri territori i çlirimeve,
dhe i ka pa, do më thonë, rejt e shiut dhe ka thonë, ore, shkoni ka dëni, lëshoni shi ku dëni, se rendimentet e tokës kanë me ardhë prapë në arkën e shtetit. Ku do më thonë, shtrirje shumë e madhe. Edhe na mujna me thonë, oj natë e kadrit, ndash hajde 20, ndash 21, ndash 29, që tu kime na gjithë. Ama ti dësh me ka një gatshëm. Ne jemi të gatshëm pra. Qasë që me thonë Gjibrili, prapë po flasë figurativisht, kur të vjen me natën e kadrit, me thonë natën e kadrit, nuk ka asolla unë, po e gjitha në mesin tuaj. Atë në fjallin e famshme, në mënyrë figurative që ti për një me kanë, me qasi shpirti, që kur vjen nata e kadrit, mu përputh me paqen dhe selamin. E kjo tani është madhështoria dhe reflektimi. Pra, çështja është tek ne. Gjithsesi. Po pra. Mirë, kemi telefonues që nga fillimi i emisionit, do të mirëpresim telefonatën e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam 2 pyetje për Hoxhën. Po, nëni. Mos mësimi po. Po? Pyetja e parë është ndëgjimi i lahive, a është haram? Po, pyetja tjetër? Pyetja tjetër është tek zakati. Për zakatin e kam një pyetje, a bën me zakatin me një muaj hollës për shembull me blej banesë, si ka çfarë kushtet për me shpëtu rrotin me zakatin për blerjen e banesës. E qartë, faleminderit. Hajde, selam aleikum, natën e mirë. Aleikum selam, natën e mirë, vijojmë një tjetër telefonat. Alo? Alo, Urnani? Jeni inkuadru në emision, po i presim? Selam aleikum. Aleikum selam. Okej, po filloj për pyetje. Selam aleikum. Derisa me ditë thotë që ma herët ta te katolfiti këto letra që i shkipin, më unë para 2 ditë do më unë e këmë pakuame. A këto shtrujke që është do më unë e një Hoxhën që ta pisu dhe se për mjetë. A dhe këto letra që janë kuponat e fitrave. Po, e kështu në e këmë ja para 2 ditë. Edhe i ke marrë kuponat, apo? I ke marrë kuponat? Po, i ke marrë. Mirë. Edhe që e një këtë Hoxhën që ta pisu dhe që du, po në para 2 ditë. Po, Hoxha ka thënë prej sot është e preferu, ma e mira prej sot, po bën edhe ma herët. Ndoshta e ke dëgjuar mbrëm, duke thënë, apo? Nuk e këmë gjë, që ta. Faleminderit shumë, pra. Po, e sqaron edhe një herë, Hoxha, s'është problem. Faleminderit shumë për telefonatën. Vjojmë një tjetër telefonues tani, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta me përshëndet Hoxhën. Faleminderit. Dhe dishta t'i thamë në atë emisionin tjetër të është të lexojmë së bashku. Po? Dishta veç me përshëndet. Faleminderit. Hajtë sot përbëjmë një përjashtim, a do m'ja thënë surën, Hoxhës? Cila jeti? Esma Mesine. Esma, do me thënë surën? Po. Hajde, frajke. Fillojmë? Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Mashallah, Esma të lumë bukuroshe, zotë që përbleft, natë e madhe, kështu që patëm një tolerancë për ty. Po, bra. Shpresoj që fëmijët dhe nëse është sot natë e madhe, Esma ka shumë shpërblime për këto ajete që i lexoj. Po, sigurisht për këtë emocion dhe këtë lexim të bukur që na solle, Zoti nderoft. Faleminderit shumë. E ne tash Esma, a je në lidhje? Çfarë lutje ke përzgjedh për sonte? Për natë madhe? Çfarë dëshire? Fëmijët tanë të lexojnë të bëjnë hatme në këtë Ramazan. Po, ama ti a ki një dëshirë për natë madhe me të plotësu? Ju plotësu njana? Me agjeru krejt Ramazanin. Me mbaru Ramazanin krejt. Edhe një dëshiru plotësu, e the surën në emision, po? Po. Faleminderit shumë. Rikthehemi. Aleikum selam.
I rikthemi tash çështjeve të rriturve. Po, serioze. A është haram me dëgju ilahi? Jo, nuk është haram me dëgju ilahi. Ilahit janë poezi me vargje të bukura, të cilat na kujtojnë për madhështinë e Allahut, të mirat e kësaj feje, vlerat e kësaj feje, nuk ka gjë të keqe. Normal, kur janë me instrumente muzikore, është më problematike, po përderisa janë pa instrumente, ato janë melodi, normalisht janë melodi bashkohore, ne nuk e dim saksisht si ka qenë meloditë të dërguarit dhe sahabëve, po e dim se kanë këndu ata, e burra të mëdhej, kanë këndu në takime, kanë këndu në punë, në luftë, në gjithandej. Zekatin thot a bën me dhon hallës për blerjen e banesës. Tash du të me ditë pak si është gjendja e hallës, nëse është në një ambient që nuk mundet me përballu jetesën, ose nuk mundet me përballu qeran, sepse djetarët kanë folë, kur t'i jepët dikujt zekati, për shembull të mëdhëpi Hanefi, janë pak më strikt, nuk lejohet me dhënë më shumë se sa nisabi. E banesa shumë më shumë se sa sasia e nisabit. Disa kanë thënë nuk lejohet më shumë se nevojat për një vit. Disa të tjerë, sikur se Shafit janë më fleksibile dhe thonë për jetë çka ka nevojë me ndihmu, zekati pranohet. Kështu që në këtë rast, nëse janë për shembull mundësi që për komplet zekatit m'ia ble banesën për një herë dhe m'ia dhënë dhurat, është plotësisht në rregull. Nëse për shembull veç ka hyrë në obligime për një blerje të banesës dhe ka borxhe, I bie që ka borxhe. dhe në këto borxhe ka fleksibilitet më shumë të dhënia e zekatit. Po në përgjithësi s'ka problem, lejohet, përderisa nuk mundet m'ia dalë me të hyrat që i ka shpenzimet, nuk mundet me imbulu, atëherë ka tolerancë edhe për banim. Ka dëgju shikuesi tjetër që më e preferuar është prej sot, por thot unë ditë më parë kam kryer obligimin e fitrave. Është e vërtet, dhënia e fitrave kohën më të vlefshme ka para faljes namazit Bajram, do të thënë ai momenti i fundit ku atë ditë i jepet ushqimi nevojtarit edhe ai atë ditë Bajramit gëzohet. Po për shkak që jemi në kohë të dinamike dhe zhvillim dhe nuk është se sot i japim ushqim njerëzve, por bëjmë pagesa, kanë toleru dietarët normalisht në bazë të argumenteve dhe 2-3 ditë më herët. Megjithatë, kjo 2-3 ditë më herët ka qenë pashtu në kohë të hershme kur jeta ka qenë e thjeshtë. Por sot nëse i lajmë krejt grumbullimin për 1 ditë, 2, ndoshta është edhe pamundur me i mbledh. Prandaj, ne si imam, që jemi në xhamia, jemi të autorizuar nga Basia Islame, gjithsesi nga medresa, për të mbledh fondet. Në të njëjtën kohë, jemi të autorizuar edhe nga xhamati për të dorëzuar fondet. Kështu që xhamati i dorëzon edhe më herët, por ne i dorëzojmë në kohën e duhur. Jemi të autorizuar prej xhamatit. Kështu që me këto 2 segmente të autorizimit, sadakaja e fitrit shkon në vend edhe nëse jepet ditë më parë. Nuk prish punë. Por ato janë amanet tek ne, ne japim kuponin dhe atë të shumë e dorëzojmë në ditën e duhur. Qartë. Vazhdojmë tash me telefonatët të tjera. Alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me ja bëu gjithë një pyetje. Po, cila është pyetja? E kom përfundu leximin e Kuranit arabisht. Edhe desha me vetë hoxhën, a bën me i përfshi krejt familjar që atë prind, vllahun, vetën? Në sevapin e hatmes, apo në dua? Po, në dua dhe se s'pedi kom një edhe që shtohet që e përfundon Kuranin edhe krejt i përfshin që atë lexim. Mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Telefonata e radhës, alo? Selam aleikum. Alo, noni? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxha. Po? Nëse gjatë këtyre ditëve të fundit të Ramazanit nuk mundemi me agjëru, edhe me fal namaz për shkak të ciklit, nëse lutemi për diçka shumë, a pranohet që një lutja? E qartë. Faleminderit, zoti ju shpërblet. Amin edhe juve. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, noni? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha ty përshëndes, ty dhe hoxhën e nderuar. Faleminderit. I ju përgëzoj për punën që keni bërë të mrekullueshme pa u lodhur. Faleminderit. Desha të shtroj pak për për
për vitrat. Tash për shembull për pagesën është simbolike, po nikosisht edhe pse është pagesë simbolike për ne, është ne duhet ta më mirë kam dëgjuar për disa xhallarëve se është si sta hoxha sekondë parë, mirë po në fund me lëndë për shkak se mund të vënë ndonjë gabim apo ndonjë nervoze sa në është mirë me lëndë pak më vonë me pagush. Kisha pas shef edhe një skerin vogël nëse bën. Se nuk është problem për shembull pagesa, apo 3-4 vite më, po kam dëgjuar se është mirë për shkak se mund të nervozohemi kështu si me lënë pak më vonë. Po thosë natën e mbrëmës. Selam aleikum, Allah është problem. Nuk besoj që ju nervozoheni shpejt. Për tjetër kanë. Nuk besoj që ju nervozoheni shpejt. Kom punë me fëmijë. Allah o trujt. Faleminderit. Po, më vënë Allah. Selam aleikum, përshëndet Gazemet. Aleikum selam. Tash kemi po sabër pak më shumë. Selam aleikum, Allah i da. Dha pak disponim ekstra dhe një atëri ditë me shtypje. Po. E shumë disponimin pak. Vazhdojmë me telefonat tjetër apo me përgjigje? Mirë, thot, a bën me i përfshi krejt nëse vapin e hatmes dhe duas pas leximit të Kuranit? Pas çdo hatme pritet të jetë një lutje e pranume dhe pas çdo vepre të mirë është e preferuar me bë dua dhe është tradit prej gjeneratave të hershme që me bë lutje mas hatmes dhe me i përfshi veten, familjen, krejt ata që ti don zemra, me i përfshi edhe mësuesit, mos mi harru se ata kanë shumë merita për këtë arritje që e ke, bashkë me familjen. Po, plotësisht është në rregull. Thot për shkak se s'mund të agjërojmë dhe të falemi, a na pranohen lutjet nëse po, lutemi me qenë lutjet gjithsesi pranohen, pavarësisht gjendjes që kanë gratë me cikël apo jo. Madje unë, domethënë me gjithë mos pajtimin e dietarëve në një temë shumë delikate që është leximi i Kuranit me cikël, është debat i madh, nuk muj me pre, po janë qëndrimet përzgjedhura. Dikush e përzgjedh mendimin që nuk lejohet, unë personalisht konsideroj që lejohet leximi i Kuranit edhe me cikël. Më rigoroz është prekja e mushafit, megjithëse edhe këto argumentet nuk janë të fuqishme, sepse ajetet që ndalojnë për prekje është fjala për librin që është i ruajtur tek Allahu, për pastërtinë e tij, jo për mushafin. Megjithatë, pa desh me hinë në debat, mundet me shfrytëzuar nëse din me lexu Kur'an. Edhe leximin e Kuranit. Edhe leximin e Kuranit, po definitivisht duaja është ajo që del prej shpirtit edhe e ka vlerën më të madhe këto natë. Po. Dhe refrusi fundi që ishte sa i përket vitrave thot, a mos është më mirë pak më vonë? Ide interesant, nuk e pas të menu nejherë kështu, që me i shty vitrat, që me i kap krejt me mbulu 30 ditë. Megjithatë, vitri edhe nëse paguhet para 2 dite, e fshin edhe nervozën që bëhet pas 2 dite, kështu që pa merak. Si që thatë ju i dorëzoni po, plus që ne i dorëzojmë në ditën e fundit, apo i dorëzojmë ndoshta edhe pas Bajramit, kuptimin se jemi të autorizuar edhe në marrje. Domethënë, kushdo që e bjen tek ne e ka pru në vendin e duhur. Kushdo që ne e dorëzojmë në kohë, jemi të autorizuar nga donatorët. Kështu që edhe kur jepet më herët, ajo shtrirja e atij shpërblimit tohratën lisaim wa tomatën lil mesakin, pastrim për agjëruesin dhe ushqim për të varfrit, do të thonë është kurdo që ndodh dhënia e vitrit. Edhe nëse ndodh 3 ditë më herët, atë kap një tro nervoz, e ki të fshime inshallah. Mirë, vazhdojmë tash me telefonata tjera. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, po dëgjoni mirë, urnanin. E pata një pyetje për hoxhën, prindja në Lum Bigjoz. Është e kohë, së një ndalojmë kur fare. Mirët dhe shkogjë pejtnik, po nana po i bërtet shumë, tani po vjen deri te konflikti. Qa kishë mujtë me bo, a kush e ka me haka, s'po dim na qa me bo. Kjo ke pyetja. Faleminderit, vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Po? Selamu aleikum. Aleikum selam. Desha ta pysh hoxhet, nëse një nanë vetë ushqyse, do ndikush me jep vitrat, po ajo i ka kushtet.
edhe nuk i refuzon për nënçmim ose diçka, veç që thot unë nuk jam me kategorisë, është ma se vapi kimi jep dikuj tjetër që ka nevojë, ma se ajo punon edhe i ka edhe disa torna tjera, kështu që nuk është për vitra, edhe i ka thonë që kisha pas jep mi jep dikuj tjetër që ka nevojë, unë nuk jam nevojshëm, edhe ka falemderu që veç i ka ra nërmen, pasi që ajo i rritmin me halave me tanat mirat. Po, a ka vepru mirë? Po, a ka vepru mirë, edhe nëse lexojmë Kuranin gjuhë shqipe, a me bo vetëm lutje dua, edhe për familjarët e krejtë, se po thojnë që kësi, që nuk bëhet hatme, a është e vërtet. E qartë. Allah ju shpërbleft. Faleminderit për to emisione se do të na mungani shumë. Allah ju shpërbleft edhe juve. Faleminderit shumë. Jena mësu që sa që një muj me juve. Shumë faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, kemi një tjetër telefonat. Alo? Alo, Noni? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe shta me abot, dy pyetje hoqës nëse mundem. Po? Kemi thirë dhe para disa netës e kemi nonën pa qef, s'kemi mujtë fort me shku asë një starë kërkon, asë kemi mujtë me thirë kërkon, edhe nona nuk ka mujtë për me agjeru, po kemi shpërndat disa mjetët, po edhe tash e kemi vendosë me bon një storë, se na jemi 6 vllazën e 5 motra. Po? E po tu me shku një storë, a zavendësohet diçka me thjesht të 5 vetë po bombe, a zavendësohet tamam për shpagim, apo? Me shpagum mos agjerimin e nanës me këtë iftar, apo? Po. Tash ana nëmbrohet ajo. Mirë, faleminderit. Pyetje tjetër a ke? Jo, vetëm për statista. Mirë, faleminderit se më duk që të ju përshëndet me selam aleikum. Aleikum selam, kalojmë tek telefonata tjetër, alo? Alo? Mirë mbroma. Mirë mbroma. Unë jam një anvise plakë, kështu 77 vjetë. Po? Jam nuk po më jeni në Ramazanin, një 5 ditë e këmë një nuë, po s'ko mujtë jëmë pa qërë, e s'ko mujtë. A 5 vaktët për fali kështu, veç me një nuë nuk po mëjë. Se jam smut kështu, kam lidhje, kam të tëna. Dhe tash do me pyet hoxhën diçka? Me pyet hoxhën, asë gjëna, asë qarë, se kom një nuë. A keni mundësit me bo shpagimin, me pagu fidjen për këto ditë që si ka gjeru? Po, i kena këshme. Alhamdulillah, mirë. Veç, po ta qef me dita o gjënasi se kom një nuë. Allah të ruajt, faleminderit shumë për këtë telefonat. 5 vaktët për foli, ta na i foli, veç me një nuë s'ko mujtë se jam smu masë 5 ditë për para i kom një nuë, më ka duhet me prish se jam smu. Po, tash t'jep përgjigje hoxha, faleminderit. Ajtë me njerë qyfshi, e natën e mirë. Natën e mirë. Një këshill thot babaj luan bigjoz dhe nëna i bërtet. Dhe si pastaj lind konflikti në familje. Situatë e ranë edhe është shumë e vështirë me pa kry familjarin të varur për i bigjozit, se kjo nuk është më mas një nevoj sa kalon varshmëri. E nanën tjetër e vërtet që kjo gjende i dhembë nanës, i dhembë e vladve dhe nështë e qartoni dhe kritikojnë se një prind, një kujdestar familje që merret me bigjoz, a i një farforme kalon si një situatë të një fëmije që qysh s'po kupton një gjatë tilë. Edhe ka drejt emocionalisht me u nervozu, ndërkohë që s'ka drejt me i bërtit, por edhe në fakt nuk kryn punë. Do më thonë, kur gruaja i bërtet burrit, burri nuk mund me përballu atë zotësin, burnin e gruz në këtë rast. Por du të me gjithë metoda tjera, du të me gjithë në situatë kur aj është pak sa i pendum, kur aj pak është më i qetë edhe ndjeni farfaji, që atëherë me kap me të mire, me thonë o burë, ose o babë, o agjë, ose kush do që o daj, dikush që ka një muhabet më të mirë me ta,
apo e shet që kjo po shkakton konflikt, nuk ka rahati prej kësaj gjaje. E besa me shku edhe në shtatë një psikolog, se këto varshmërit kanë edhe trajtime dhe seanca. Edhe ka metoda të cilat munden me u kuru dhe me u shëru për këtyne varësive edhe në përmjet terapive, psikoterapive. Që që dhe është një mundësi e mirë, nëse pranon me mujtë me gjithë një moment që pajtohet. Pyetja tjetër thot është nën vetë ushqyse, i ka kushtet e mira, ka refuzu vitrat në një farë forme, i ka orientu për të dikush tjetër. A ka vepruar mirë? Kjo është veprimi mirë dhe veprimi duhur, edhe njerëzit duhet me qenë korrekt, edhe me bamirësit edhe donatorët, dhe kur nuk kanë nevoj, mos me pranu, sepse madje është fetarisht shumë e urrejtur edhe papëlqyeshme e ndaluar me marrë dikush aq më shumë me lyp kur nuk ka nevoj. E që fatkeqësisht ndodhin të raste familje të cilat pranojnë dësha ushqime, pranojnë mishën e kurbanit dhe pse nuk e përdorin, se nuk dojnë me belebashë kam pas një pyetje, ishe shumë e ndishme se private, se i ka thonë nuk dojnë me i humb klientët. Se tash, nëse ti refuzon, ata thonë, këta i pas kanë kushtet mirë dhe ma nuk të vinë. E tash, edhe pse s'ke nevoj për ta, kjo nuk është korrekte dorën zemër, edhe mas ne e prish imazhin e kësaj bëmirësie dhe kësaj vepre të mirë, edhe i bën që njerëzit mas ne me hezitu. Kështu që sa ma korrekt që jeni, Allahu ju shpërblen edhe ju kompenzon. Për qatë vit që nuk ka nevojë, refuzon, pastaj Sigurisht. Mirë, thot me lexu Kur'anin në shqip, a bën pastaj në lutje, në duati për shi familjarët dhe a konsiderohet hatme? Shpesh, ta është hatmja në gjuhën shqipe. Hatme në gjuhën shqipe nuk llogaritet sepse hatmja është leximi i Kur'anit në shkronja arabe dhe përfitimi sevapeve nga leximi i shkronjave arabe. Mirë, po unë e kam thënë gjithherë dhe e tham, ndoshta dikush i fiton po them 60 milion sevape, nuk e di se kam harruar tash numrin e shkronjave të Kur'anit, herë 10, 600 milion sevape, sa do qoftë. Po dikush që lexon gjuhën shqipe mundet me fitu me miliarda sevape, për shkak kuptimeve dhe koncepteve që ka me nxjerr prej Kur'anit, për shkak reflektimit që ka me pas ai Kur'an në jetën e tij praktike. E kështu që asnjëherë nuk duhet me hezitu. Bile gjuna, më me thonë, kështu figurativisht është me lexu veç arabisht e mos me lexu në shqip, se na duhet me kuptu Kur'anin, me jetu me ta. E kështu që ata që e lexojnë në Ramazan dhe marrin kuptime të thella prej Kur'anit, kanë shpërblime të shumta. Edhe pas atij leximi bëjnë një dua, një lutje për veten, familjen, është plotësisht në rregull. Pra jo si ritual hatme, po si një lutje pas një vepre të mirë që është fetarisht e pranuar. Do të organizojmë thot një iftar të madh me 75 persona, a mund ta konsiderojmë si shpagim për nënën që është e smur dhe nuk ka mujt me agjë? Lejohet me bën një iftar në emër të shpagimit, mirë, po aty është kusht që musafirët, ata të cilët janë në atë gosti, me qenë të gjithë të varfër e nevojtar. Pra nëse iftari bëhet me antar të familjes të cilët nuk janë nevojtar, atëherë nuk pranohet ai shpagim, sepse shpagimi i dedikohet nevojtarve. Nëse ka ndonjë grup njerëzish, sikur që ka kuzhina për shembull për raste sociale ose pak ushqimore, sigur se të bereqeti i Bashkisë Islame kështu me radhë, mundet. Por edhe nëse gjen njerëz që është pak vështirë, dorën zemër me i mbledh 70 veta, 75, por ose mundet me gjetë ndoshta një grup nxënësish, studentash që janë nevojtar. Është pak në këtë rast nuk mund të bëhet. Nëse nuk janë të gjithë ata nevojtar, të gjithë pjesëmarrësit nevojtar, fidja nuk është e ligjshme, nuk pranohet. Pra ka sevape për iftarin, por ka sevape shumë të mëdha për me ushqy agjëruesit, edhe është madhështi e madhe, lidhje farefisnore, por nuk është shpagim. Por nuk është shpagim. Shpagimi duhet të shkojë tek nevojtarët. Po, Lokja 77 vjeçare, thotë. Lumja kjo për vete, mashallah. E mërzitur që s'ka mujt me agjëru më shumë se 5 ditë. Qashtu. Mashallah, me namaz ndonjë gjuna, edhe pse ka mundësi me shpagu. Me namaz mirë, me mendje kthjellët, me inshallah dhe me shëndet deri dikon, pasi që agjërimi s'mundet, por shpresojmë që mos ketë probleme më të mëdha. Për shkak që sa agjëron, normalisht nuk ka gjuna as pak,
Përkundrazit e Zoti i Madhënuar ka shpërblime të shumta sepse ka arsyeën e prishjes. Edhe ky dert, kjo breng e ka shpërblimin shumë të madh. Hiç pa merak. Mirë, vazhdojmë tani me telefonatët të tjera. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po. Se a lejohet me vë pagesën e vitrave për nxënësat e medresës të Hevzet që janë? Jam e qartë? Cilave nxënësa? Kush e pranon atë? Medresës të Hevzet, për shembull Gjakov, që janë, a lejohet me bë për shembull pagesën e vitrave me udhon atyre? Po, a pranojnë ata në mënyrë specifike? Po, për shembull në një prej nxënësave, jo për shembull direkt medresë. A më jep dikujt për nxënësave me porosi me i qunë medreseja, po? Jo, nxënës për shembull. A vetëm nxënës ja jep familjes për nxënësin për shembull që kanë aty. E kuptuam. Okej. Selam aleikum. Aleikum selam. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta në pyetje mja bo Hoxhës për punën e vitrave. Në emision dja, partjekin e thonë që është me preferueshme me dhonë vitra ushqim. Për vitra ushqim. Edhe deshta me vetë tash për shembull, unë kam me dhonë vitra për apështësisht dikun 100 euro. Kam për shembull ushqim patate. Kam patate ball. A bën me i dhonë për shembull vlerë që aty në 100 euro, për shembull për afërsisht 400 kg patate për nevojtar. A më pranohet si vitër qaja, mi do për shembull ka 20 kg për 20 familje asi, të me thonë kam pranohet vitër me dhonë patate. E kuptuam, faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, aleikum selam. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kisha një dy pyetje për Hoxhën. Po, cila është e para? E para është nëse ushqani e tem, edhe je shembull nevojë për diçka dhe e lut Zotin. Atë shembull ose tu nëse çysh e gëzovan këtë jetem, a mund është shembull ma plotësuri dëshirë që e ka. E qartë. Ashtë e qartë? Po, pyetja tjetër? Edhe e dyta është nëse e këshyr një njeri të smut me nevojat veçanta, a kish problem të Zot? E qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. E tash dashurmiq, ne shkputemi vetëm për pak qaste, më pas rikthehemi për të vazhduar me këtë emision. Do të vazhdojmë tutje të dashur miq me Hoxhën Lokman Hoxha, po presim telefonatët tuaja. Para se të përgjigjemi shikuesve të mëhershëm, do të marrim një tjetër telefonat. Alo? Alo, Noni? Asalamu aleikum. Aleikum selam. Kisha 3 pyetje për Hoxhën. Po. 2 pyetjet e para në lidhje me namazin. Alhamdulillah, namazin e fali që afërsisht 5 vite. Po puna që këto kohë të fundit po kam shumë pyetje namaz. Edhe e di që për hoxhallarëve kam një shumë ligjërata që thonë që më e mira është që me injoru. Po ka një herë e vetmja arsye që po më shtoj me bose visejgjë është që çka nëse për një me kom gabu. Edhe pse kur ka bëj kështu 100% atë e di sigurt, edhe më ndodh shumë rroll, po kam frikë tani për çita po bëj se visejgjë shumë shpesh. E qartë, pyetja tjetër? Një çill për Hoxhës. Pyetja e dytë është unë namazin e fali, po Kur'an hala nuk di me lexu arabisht, a mos ture çdo herë më shumë soi sure të reja. Edhe do është ta një pyetje prej këtyre sureve gjata. Sa është, me thonë, minimumi i ajeteve që mundë me lexu prej sureve gjata, pasi që shumë prej sureve ja u di fillimin. Ama deri ku është ma e vogla prej ajeteve që mundë me lexu. Po në namaz. Bënë edhe njerë që të pyetjes. Pra, nëse fal namaz me sure të gjata, derisa ajete është e mjaftueshme që ta fal një rekat prej këtyre sureve. Apo kështu? Po kështu është, edhe një pyetje e kam. Po? Sonte kur keme marrë harqin për Bajram, aty të orë ka gabimesht ose punëtor, ose na gabime kështu marrë një pako me biskota.
Dikon e lirë është ajo për shumë prej ka thash kujna ja kemi marrë ose kanë futa të punëtoret. Amo një pjesë të harqet, të me thonë për ëmbëlsira e kështu, i kam marrë edhe për dikan që e kam ofër këtë që nuk i kanë qaq mundësit, e që atë pak kom i biskota është e leju me mja dhona aty nëse seriozisht nuk e di kujt ja kemi marrë. Pra marketin e dini ku e keni marrë? Po, nuk e di ku që kemi marrë. Po, në market. Po, marketin e dini, e qartë. Po, marketin e dim, po... Tash do t'ju përgjigjet Hoxha. Falenderit shumë. Shumë të natën e mirë. Natën e mirë, inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit, apo të para fundit, varsisht sa janë në pritje. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha më apo një pyetje. Po? Unë hatmën e kam kry gati, edhe tash duan e hatmës që kam e bo. Deshta me ditë lutjet, a me bo lutjet për familje, krejt, edhe për të vdekunit, a bën, për prejnë për. Edhe sekdet gjatë leximit, disa i kam kry, disa si kam kry, tash nuk për disa i kam ba. A mu i mi bo krejt me njëherë 15 që janë, 15 sekdet? E qartë. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, 14 janë Hoxha, po? Ka mos pajtim. E qartë, vazhdojmë edhe me telefonatën e fundit. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Desha 2 pyetje për Hoxhën. Po? Allah ju shpërbleft që na keni kënaqur këtë Ramazan. Amin edhe juve. Pyetja e parë është për shembull vitra për me dhonë ai që si ka mundësi ta, dhe as nuk është në punë, as kur gjeq, a e ka të obligueshme me dhonë? Edhe e dyta, po thujme se vapë është me bu me gishta të spi, apo me të spi dhikrin? Më falë një pyetje, ai që s'munët me dhonë vitrat, a i pranon vitrat prej të tjerve? Po i pranon, a ka tani edhe ai a duhet me dhonë vitra edhe ai, apo nuk duhet? E kuptuam, falenderët shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe tash kemi goxha shumë pyetje Hoxh, do të mundohemi shpejt të përgjigjemi. A lejohet thot vitra për një nxënës i cili është në medresen e hifzit? Vitri ose vitrat jepen për nevojtarët. Vetëm të qenurit të nxënës nuk e bën atë adekuat për me pranu vitrat. Pse në këtë rast nxënia e dijes së hifzit Kuranit hyn te kategoria e marrjes së dijes dhe ka tolerancë më shumë. Por nëse janë nevojtar, më shumë duhet shkohet ka ajo aspekti i nevojës se sa vetë pse është nxënës. Jo si dhuratë, po si nevojë. Po. Thot ushqim, thot nëse mund t'jap thot patate në vend të 100 eurove. Pyetje interesante dhe situatë që vlen për me studiu, me analizu. Është problematike pak, unë nuk muj me dhënë vendimin përfundimtar këtu në këtë rast. Për arsye se dietarët të cilët që janë më rigoros të dhënia e vitrave në ushqim, se disa e ndalojnë, nuk lejohet para fare, por me ushqim. Por ata kanë në bazë të hadithit, i cili përcakton se lloji i ushqimit duhet të jetë një lloj ushqimi i cili mundet me u rezervu dhe mundet me u rujt gjatë gjithë vitit. E patatet nuk janë si të tilla, dhe janë kushti tjetër është që duhet maten me një sasi të matjes e cila është me mas, jo me pesh. Dhe në këtë rast po ashtu patatet nuk i përshtaten kësaj, dhe nga ky këndvështrim nuk lejohet. Por nëse lejohet me u dhënë para, a lejohet me u konvertu në patate, tash kjo është dilemë që ndoshta do duhej si Komision Hoxhallarësh me ardhur me një vendim në pranimin e kësaj ideje apo jo. Dhe tash si të veprojnë? Unë mendoj që jo, për këtë moment nuk lejohet me dhënë patate, por vlerën e vitrit e jep në pagesë materiale, sigur që është basia islame apo diçka tjetër. Thot nëse kujdesem për një jetim dhe lutem për vete, pranohet lutja më lehtë. Bërja e lutjes pas një vepre të mirë është e preferuar dhe është më afër pranimit, dhe kur një njeri bën një vepër fisnike dhe ndjen se ka bën një vepër të mirë dhe shpreson që ai vepër të jetë sinqert për Allahun, mos ketë fare shefatësinë atë, ka të drejtë me bën një lutje për një nevojë përballë asaj mirësie që ka bërë për hir të Allahut te barekataala. A kam shpërblim thot me kujdes për një cëmur? Shpërblimi është shumë i madh, me kujdes për ata që kanë nevojë, thot i dërguari Allahut,
men kana fi auni al-abdi kana Allahu fi auni akhihi. Ai i cili është në ndihmën e vllaut vet, mikut vet, është Allahu në ndihmën e tij. E padyshim që kjo është një vepër shumë madhështore. Do të kam cytje në namaz, ndonjëherë jam i sigurt kur gaboj, ndonjëherë nuk jam i sigurt dhe bëj sevisejde. Nuk ka nevojë me bë sevisejde kur nuk jeni të sigurt, sepse kjo e shton pastaj vezvesën dhe shumë mirë ka kuptuar mesazhin që japën xhallarët që me injoru këtë situata, me injoru edhe atë ndjenjen se mos ndoshta po gaboj, se çajo është problemi i vezvesës. Dhe me u bind se edhe nëse ke gabu të Allahu je e falur, vetëm me shpëtu nga vezvesja, kështu që mos ki derdh dhe mos ki merak. Sa është minimumi ajeteve nga suret e gjata që mund të lexojnë në një rekat? Minimumi, zakonisht suret e gjata i kanë edhe ajetet më të gjata, një ajet mjafton. Një ajet i cili është një resht e gjysmë. Një resht e gjysmë, po edhe gjysmë rreshtë, një ajet, sa do të qoftë, edhe në suret e shkurta, një ajet mjafton. Do të thonë namazi është në rregull. Po. Thot kemi marrë gabimisht biskota në market, dikuj tjetër, si me vepru? Po parimisht do duhej, se shumë mirë apo në pyetjen që me ditë se marketi është i një orë, me shku me e kthy, se ndoshta edhe barkodi që ka regjistru mundet me ditë edhe kur është bë pagesa, por ajo sigurisht është komplikim, se mundet me ditë kur bë pagesa, po kush e ka bë nuk dihet. Tani do të më shiku kamerat për një ka rëndësi të kthehet në vendin ku marr gabimisht, pastaj të largohet përgjithësi. Po jo se ajo nuk i kthehet pronarit, se dikush e ka pagu ata. Domethënë vetëm se e ka harru te arka. Se ajo duhet më u kthy atij që e ka bë pagesën. Se ti edhe nëse i kthen dhe ajo ti kthen parat, dikush e ka pagu, domethënë një pagesë është bë ekstra. Atëherë ato para duhet me i dhanë për bamirësi. Kështu që në këtë rast këtë pakon e fut te ato ajo pakuja ushqimore që e përmendi. Dhe me njet të ati personit, inshallah i shkon se vapi. Mirë, thot Hatmen, thot në fund a bën me u lut për krejt, për të gjallë, të vdekur? Po, bën me u lut për veten, për familjen, për krejt, për kojshit, për familjarët dhe për çka do që ta ndjen zemra. Shpresojmë që Zoti ta pranon lutjen. Sejdët e leximit të Kuranit, thot disa i kanë bërë, disa jo, a bën me i bë në fund të gjitha? Shumë mirë që keni bërë sejdët, jo sejdja ose bëhet në kohën kur vjen leximi i ajetit, por nëse kalon nuk ka nevojë me u përsërit, madje sipas shumë dietarëve, këto sejdë nuk janë obligative, janë domethënë të preferuara, të lavdruara, por edhe nëse lihen leximi hatmi është e plotë dhe është në rregull. Po. Thot vitrat, nëse s'ka mundësi me i dhanë, po në anën tjetër i pranon, pastaj a obligohet me i dhanë? Po, çdo person i cili ka në buxhetin e familjes ushqimin për veten dhe familjen e vet ditën e Bajramit dhe ka një ushqim shtesë, e ka për obligim me i dhanë vitrin. Dhe si e këtill, ata nuk kanë mundësi parimisht fillimisht me dhanë, por nëse mbledhin vitra, atëherë edhe ata duhet me ia dhanë dikujt tjetër. Dhe bërje e dhikrit me gisht, me gishta? Po, kjo është prej sunetit dhe është praktika më lavdruar, më preferuar, sepse gishtat do t'jenë dëshmitar tek Allahu për çdo dhikr që është bë në dunja, do dëshmohet ditën e gjykimit. Faleminderit shumë Hoxh. O kriju era. O kriju. Po rrim për presim natën e kadrit që bujar me pritëm një pjesë, apo e shijuam një pjesë? Se nështë ka bujar shikues që një amin i tyne kush e di sa doaja të bëhen kabul. Allah shpërbleft ishte kënaqësi, inshallah këtë natë kaloj mirë. Veç kisha me përmbyll me një koncept që sonte merr kështu një inspirim. I dërguari i Allahut ka qenë shumë bujar gjatë gjithë jetës. Në Ramazan ka qenë edhe më bujar se sa era e cila shpërndon polenin për bimët. Dhe arsyeja për këtë se ka ardhur Xhibrili dhe ja ka ripërsërit Kur'anin. Xhibrili vjen natën e Kadrit, çdo herë. Dhe ky reflektim i ardhës së Xhibrili duhet me reflektu tek ne dhe me u bëna sa më shumë bujar. Tamam, ajo ngjashmëria me të dërguarin Allahut dhe Xhibrilin. Dhe nashta kishë me kanë një test, nëse e shohim në vetën tonë që shpirti na u ka qelë, edhe dora na u ka shliru, ka shumë mundësi se ka ardhur Xhibrili dhe është nata e Kadrit, Allah na mësoj gjithëve. Amin. Që jepni, dhuroni, gëzoni, kontriboni, Allahu ju pranoft. Amin. Faleminderit shumë Hoxh. Çdo të mirë. Në dashur miq, këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm, ne do të takohemi inshallah edhe nesër në të njëjtin termin
ku do të kemi një tjetër të ftuar dhe do të mirëpresim telefonatat tuaja. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.